Ministria e Mbrojtjes ka bërë bilancin e situatës së zjarreve në vend gjatë 24 orëve të fundit. Në total janë raportuar 20 vatra zjarri, 9 prej të cilave vijojnë të jenë aktive, ndërsa një tjetër është nën monitorim. Në operacionet për shuarjen e flakëve janë angazhuar 235 forca operacionale, 33 automjete zjarfikse, 140 efektiv të forcave të armatosura, 3 helikopter dhe 2 avion Air Tractor. Situata më problematike paraqitet në gojan Gjegjan të Pukës. Era e fortë dhe terreni i thyer po vështirësojnë ndërhyrjen e forcave, ndërsa prioritet mbetet mbrojtja e banesave. Për shkak të rrezikut, disa banor janë evakuar. Në operacion janë angazhuar 40 efektiv të forcave të armatosura dhe 3 helikopter, ndërsa në mal Milo të Kurbinit zjarri vijon të jetë aktiv, po për momentin nuk paraqet rrezik për banesat. Në teren po punojnë forcat zjarfikse, ushtarake dhe bashkiake, ndërsa është kërkuar dhe përforcim me trupa dhe mjete. Edhe në Dajt të Tiranës është riaktivizuar një vatër zjarri, por pa rrezik për zonat e banuara. Ndërhyrja po kryhet nga strukturat e MZSH-s, AZM-s dhe forcave të armatosura me mbështetjen e një helikopteri. Në Dukat të Vlorës, zjarri në zonën e Shatës është zgjeruar gjatë natës në drejtim të malit. Në operacion janë angazhuar forcat vendore dhe 40 efektiv të forcave të armatosura. Aktualisht, banesat nuk janë të rrezikuara. Në Ballaxhiajt me Maliajt, zjarri është nën kontroll dhe larg zonave të banuara, pas ndërhyrjes së zjarfikësve, policisë dhe vullnetarëve. Si mas sigurie, edhe këtu janë evakuar disa banor. Vatra aktive raportohen gjithashtu në Kalivaç, Shtuf, Gjormë të Sipër dhe Otolisht, ndërsa zjarri në Lufaj të Mirditës është nën kontroll dhe vijon të monitorohet. Autoritetet vijojnë operacionet në teren me fokus kryesor shuarjen e vatrave aktive dhe garantimin e sigurisë së banorëve dhe zonave të banuara.